Për të konfiguruar manualisht shërbimin e internetit në aparatin tuaj Vodafone 555 Blue, duhet të ndiqni saktësisht udhëzimet e përshkruara si vijojnë. Fillimisht, duhet të shtypni butonin menu dhe më pas të përzgjidhni settings duke shtypur select. Përzgjidhni connectivity dhe shtypni OK. Përzgjidhni data account dhe shtypni OK. Përzgjidhni GPRS dhe shtypni OK. Më pas, duhet të shtypni butonin options dhe të zgjidhni create, të shtypni OK. Përzgjidhni account name dhe shtypni edit. Në këtë fushë, duhet të shkruani Vodafone Internet për të emërtuar profilin që do të krijoni dhe shtypni done. Përzgjidhni APN dhe shtypni edit. Në këtë fushë, duhet të shkruani Vodafone Web dhe shtypni done dhe më pas yes. Shtypni butonin back, aq herë derisa të arrini tek connectivity ku duhet të përzgjidhni web dhe të shtypni OK. Përzgjidhni edit profile dhe shtypni OK. Më pas, përzgjidhni create dhe shtypni sërish OK. Përzgjidhni profile name dhe shtypni edit. Tek kjo fushë duhet të shkruani Vodafone Internet dhe shtypni done. Tek homepage shtypni edit dhe tek fusha shkruani http://vodafone.al duke shtypur done. Përzgjidhni data account dhe shtypni select. Më pas GPRS dhe shtypni OK. Dhe më pas përzgjidhni profilin e sapo krijuar Vodafone Internet dhe shtypni OK. Përzgjidhni profilin Vodafone Internet dhe shtypni options. Më pas përzgjidhni activate dhe shtypni OK. Pas kësaj, duhet të shtypni butonin back, aq herë derisa të arrini tek connectivity. Pasi të arrini aty, duhet të përzgjidhni internet profile dhe të shtypni OK. Më pas, përzgjidhni create dhe shtypni OK. Përzgjidhni profile name dhe shtypni edit. Në këtë fushë, duhet të shkruani Vodafone Internet dhe shtypni options. Tek options, përzgjidhni done dhe shtypni OK. Më pas, përzgjidhni data account dhe shtypni select. Përzgjidhni GPRS dhe shtypni OK. Përzgjidhni profilin Vodafone Internet dhe shtypni options. Më pas, përzgjidhni activate dhe shtypni OK. Pasi keni ndjekur hapat e mësipërm, pikeni, ndizeni aparatin dhe provoni të përdorni shërbimin e internetit në celularin tuaj. Në mënyrë që të përdorni shërbimin e internetit nga aparati juaj celular, ju duhet të keni një aparat celular që mundëson shërbimin internet, numrin Vodafone të aktivizuar për shërbimin internet, aparatin celular të konfiguruar për shërbimin internet. Udhëzim. Konfigurimin duhet ta kryeni sa herë që ju ndryshoni modelin tuaj të telefonit, ose në rast se fshini konfigurimin përkatës të shërbimit internet. Shërbimi përkatës nuk ju funksionon nëse nuk e keni pasur asnjëherë të aktivizuar tek numri Vodafone ose e keni çaktivizuar me kërkesën tuaj. Power to you. Vodafone.